Fenomeni Shkodran Luiz Eli di gjithmonë si të tërheqë vëmendjen e publikut, qoftë në skenë, në jetën e përditshme apo edhe në fushën e reklamave. Këngëtari i njohur, i cili prej kohësh është kthyer në një nga personazhet më të dashur për publikun shqiptar, ka publikuar një video të re ku shfaqet duke promovuar produktet e kompanisë së Bulmetit fshaqe. Ajo që e bën këtë video ndryshe nga të tjerat është fakti se Luizi nuk zgjodhi thjesht të prezantoj produktet, por e ktheu gjithë momentin në një shfaqje plot humor e batuta, duke e bërë reklamën virale brenda pak minutash. Në tavolinën përpara tij shihen një gamë e gjerë produktesh, kaçkavall, qumësht i freskët, koslope, kos dhije dhe produkte të tjera tradicionale që çdo familje shqiptare i ka në tryezë. Ndërkohë që dikush tjetër do të mjaftohej me një prezantim të thjeshtë, Luizi zgjodhi t'i komentojë secilin produkt me stilin e tij karizmatik, duke shtuar nota humori që e bëjnë videon tërheqëse për të gjitha moshat. Çdo fjali e tij shoqërohet me batuta spontane, që jo vetëm i japin jetë skenës, por edhe i mbajnë ndjekësit të lidhur pas ekranit deri në fund. Reagimet nuk kanë munguar. Në pak orë videoja është shpërndar me qindra herë dhe komentet e fansave janë të mbushura me të qeshura dhe komplimente. Vetëm Luizi mund të kthejë një reklam në skeç humori, shkruan një ndjekës, ndërsa një tjetër shton: "Kjo është arsyeja pse e duam, është i thjeshtë, i drejtpërdrejtë dhe gjithmonë na bën të qeshim." Përveç humorit, shumë prej fansave kanë përgëzuar edhe faktin që Luizi mbështet markat vendase shqiptare, duke i promovuar ato me krenari dhe duke i afruar më shumë me konsumatorin. Ky kombinim i thjeshtësisë, karizmës dhe humorit e bën Luiz Elin të veçantë. Ai arrin që edhe një produkt i përditshëm, si qumështi apo kosi, të kthehet në diçka për të cilën flet gjithë publiku. Dhe ky është talenti i tij i padiskutueshëm, aftësia për ta bërë çdo situatë argëtuese dhe për t'i dhënë jetë çdo mesazhi që përcjell. Videoja e re është një tjetër dëshmi se pse ai quhet fenomeni Shkodran, sepse nuk është thjesht këngëtar apo personazh televiziv, por një figurë që arrin të kombinojë artin, humorin dhe thjeshtësinë në mënyrën më të natyrshme të mundshme.